turkas, sa është dëmi? Po dëmi unë këtu kam 70 ulim tokë, të mbjell me ato të sezonit që janë, tërsharat, gruri, jonçat, gjitha i kam të përmbytra komplet. Niveli ujta këtu o lisht ka filluar që mëra me të rënë, kam betur pak tokë e zbuluar, kam qurë blektorin që po kullot pak aty se marëm pak, do më thënë, baza ushqimore në unjom. Jo plotësisht, po unjom. Edhe jemi në një situatë që nuk e dim që të bëhet, se s'ka dhe ku gjindet baza ushqimore. Në këtë sezon tani, këtë periudhë tani nuk e gjendot me. Atje se është dimër, grumbullohet që gjatë beharit. Nuk e dim se si do vejnë situata, inshallah të ndihmojnë shteti se nga zoti atë ushqim që pati e shpërndau para andej dhe vetëm neve. Prisni verifikim të dëmeve? Pa tjetër, nuk diskutohet, sytë të qeveria i kemi. Nga ajo duhet mbështetje. Ku ti kërkojmë tjetër që mbështetje? Vetëm qeverisë. Sa krerë lop keni dhe kuj patët kur do linë? Shiko, unë pata 7 krerë lop, kam 7 krerë lop aktualisht, hyri uj pak në stall, i nxora anë gjatës këtu. E kupton, baza ushqimore që ishte në nivel si më i ulët, ajo urejt një pjesë atje, edhe nga i dëm në blektori nuk pata. E kupton që të jo ngordhe jo këte në të atje, po ja që niveli ujt. Duhet që arginatura është qarë? Arginatura është qarë në 3-4 pjesë edhe duhet marrin masa që të izolohen se toka është e tengopër. Kanalet janë të tengopëra me ujë, po doli dhe njerë. U shpërtheu, po u hapën digat dhe njerë ande nga hidrocentrali, ne prap do njetë e njëjta situatë dhe me e vështirë bilës. Apeli juaj për gjithë zonën, për gjithë banorët e zonës së dëmtuar? Apeli ju është qeveria të verin dorën në zemër, të marri masa, të paktën për bazën e ushqimore të blektorisë, se nuk janë vetëm unë, janë disa familje këtej që janë prekur nga kjo gjë, kështu që këta i kërkojmë ndihmë shtetit.